përdor tani, sepse tani intereson të ky skandal. Me përdorimin. Patjetër. Sepse në aspektin e impaktit që lidhet edhe me audiencën brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të justifikuar dhe atë që është pasoja direkte, sepse ka një pasojë direkte për qytetarët amerikanë kjo situatë ngërçe me Kinën, tak nxjerrin që është dhe shifni se është edhe problemi i Ukrainës. Pra Kina po tenton edhe në forma tjera ne justifikon vetveten në të gjitha ato që janë dimensionet ushtarak, ekonomik dhe politik. Nuk janë kukla, janë ushtarë vërtet. Po janë, nuk mendoj që tjerë brenda Kinës. Mendoj gjithmonë, dhe doja fjalë një herë, mendoj gjithmonë që kur përveç lojës politike, ose përdorimi që tha dhe ju e tha dhe Goxhaj, dhe duket si teza kryesore, mendoj që shpeshherë del në fillim maja e icebergut, pastaj del pjesa tjetër e icebergut. Dhe kam përshtypjen që do dalin edhe fakte të tjera, të cilat të lidhen me dorën e gjatë të Kinës në luftën e Ukrainës. Sipas amerikanëve, kjo nuk është, nuk jam, por e kam parë që gjithmonë edhe këto në fillim dhe pastaj dalin duket shumë e sinkronizuar. Nuk mendoj që Rusia në këtë histori të jetë aq pasive sa të lërë dorën e gjatë të Kinës pa patur një interes apo një paramarrëveshje të lidhur me Surin. Dizon 3 vjet vetëm për predha artillerie dhe nuk dalin. Jo, para një jave, komandanti forcave amerikane në Evropë, General Cavoli ishte përpara Kongresit edhe raportoi edhe në pyetjen se kush e ka ndihmuar dhe kush e ndihmon në Rusin, pra përsaktoi qartësisht Korenë e Veriut dhe Iranin. Pra e përjashtoi Kinën nga ndihmat ushtarake dhe tha Kina ndihmon duke ai foli për çështjen ekonomike që blen naftën, gazin me shumicë subvencionon. Kurse për ndihma ushtarake përjashtoi totalisht, pra komandanti i forcave amerikane, prandaj po them, në krahasim me deklaratën e komandantit forcave amerikane dhe në krahasim me deklaratën e zëdhënës së Shtëpisë së Bardhë, unë i besoj komandantit forcave amerikane dhe jo atij të Shtëpisë së Bardhë. Ai Shtëpisë së Bardhë është thjesht një gazetar i cili po e përdor mediatikisht për nevoja politike të Shtëpisë së Bardhë.